Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme, duke nisur ditën me një lajm të hidhur edhe të kopshëm, i hidhur për të gjithë shqiptarët kudo që janë, por sidomos për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Sot ka ndruar jetë këngëtari i mirënjohur, artisti i muzikës pop Shpat Kasapi. Lajmi është bërë i ditur nga familjarët dhe miqtë të tij në mëngjesin e ditës së sotme, duke konfirmuar edhe vdekjen e tij. Sipas raportimeve të disa mediave dhe familjarëve, këngëtari i njohur i muzikës pop Shpat Kasapi është ndarë nga jeta në orët e para të mëngjesit pas një problemi të papritur kardiak. Lajmet e bëjnë të ditur se artisti nuk ka arritur t'i mbijetojë sulmit në zemër. Por kush ishte Shpat Kasapi? Shpat Kasapi, i lindur nga një baba me origjinën dibrane dhe nga një nën me origjinën tetovare, i lindur më 1 maj të vitit 1985 në qytetin e Tetovës, është rritur në një familje me prirje muzikore, e cila ndikoi në formimin e tij artistik. Ai nisi rrugtimin profesional në fillim të viteve 2000 dhe shpejt u bë një figurë e dashur për publikun fal stilit modern, melodive ëngjëlluese dhe prezencës së tij energjike në skenën muzikore. Gjatë karrierës së Shpati solli një sër këngësh që u kthyen në hite dhe do të mbeten të njohura edhe sot, si A më do, Valle Kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj dhe shumë këngë të tjera. Ai mori pjesë në festivale të ndryshme muzikore dhe bashkëpunoi me emra të njohur të skenës shqiptare, duke ndërtuar një repertor të gjatë edhe të qëndrueshëm. Ai ka lënë pas djalin e tij Roelin, nënën e tij, ish-bashkëshorten edhe vllaun. Shpati pati fatin e babait të tij. Kujtojmë që babai i Shpat Kasapit ka ndruar jetë në moshë të hershme. Reagimet menjëherë kanë ardhur nga miq, familjar, artistë të nderuar shqiptar, po ashtu edhe funksionar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët shprehin ngushëllime dhe dhimbje për familjen Kasapi. Nuk ka një lajm të raportuar se kur do të bëhet varimi, por për të gjitha lajmet në vazhdim rreth Shpat Kasapit do t'ju informojmë. Shpreh ngushëllimet sinqerta drejt familjes, zonjës gjylmëser, vllaut të tij, gjithashtu edhe djalit të vogël Roelit.